Landfilli i ri i Sherishtës, një investim prej 26 milion eurosh që i vë në funksion qysh prej muajit prill, është një projekt që synonte të zgjidhte përfundimisht problemin e mbetjeve në Vlorë, pas hapjes mbetjet urbane të qytetit depozitohen në këtë impjant të ri, ndërsa fusha e vjetër në lagjen 24 maj konsiderohet e mbyllur. Por pavarësisht pritshmërive, seleksionimi i mbetjeve nuk ka filluar ende. Faza e testimit që duhej të zgjaste vetëm 3 muaj tashmë ka kaluar, ndërsa procesi i ndarjes së mbetjeve nuk është vënë ende në funksion. Sipas ekspertit ambientalist Niko Dumani, situata aktuale e Sherishtës nuk mund të quhet impjant modern, por thjesht një fushë mbetjesh, pasi mbetjet sipasi hidhen të gjitha të përzjera pas një trajtim apo ndarje paraprake. Kjo sipas Dumanit e kthen investimin në funksionim të cunguar dhe larg standardeve që duhet të ketë një landfill i mirëfillt. Siç po e shikojmë, jemi në landfillin e Vlorës, në Sherisht, dhe jemi pikërisht në një moment ku mbetjet urbane të Vlorës me mjetet transportuese i sjellin në të landfill ku bëhet edhe një lloj trajtimi. Trajtimi i mbetjes në landfill është hallka e fundit e menaxhimit të integruar të mbetjeve. Kështu që ka një rëndësi se sa funksionon. Ka një histori që ky landfill për shumë vitesh, duke filluar që nga 2021-2022, nuk ka funksionuar. Për mos funksionimin të këtij landfilli kemi patur dhe pasojat në fushën e grumbullimit të qytetit, ku nga manovrimi ose gjërat ndodhit më të këqija janë ato të djegjes së tyre. Është mirë që u hap, por konstatojmë disa probleme. Ajo që do thosha që në fillim është kjo që a bëhet seleksionimi, si hallkë e fundit e menaxhimit të integruar të mbetjeve është seleksionimi. Mbetjet në qytetin e Vlorë janë rreth 43.000. Nga 43.000, 36.000 janë mbetjet të riciklueshme dhe 40% janë lëndë organike. Nga këto, lëndët organike duhet të grumbullohen në këtë fushë, kurse lëndët riciklueshme, siç është plastika, letra, qelqi dhe ekuri, bëhen në repartin e seleksionimit që është e parashikuar në ndërmarrjen që ekziston në varësitë të bashkisë. Dikur Vlora menaxhimin e mbetjeve ka bërë me operator privat, më së fundi kaloi në ndërmarrjen e bashkisë, pritesh që të bëhesh një seleksionim i mirë, sepse mbetjet që hidhen këtu kanë vlerë dhe prandaj bëhet seleksionimi i tyre. Bëhet për dy arsye, që njerëzit të futen në prodhim, të përfitohet edhe ndërmarrja fiton diçka nga seleksionimi dhe lëndët organike të biodegradueshme do të hidheshin në këtë vask. Por me sa po shohim, makina sa po erdhi, me njerë filloi shkarkimin. Mbetjet në makinë janë ato të grumbulluara në pikat e qytetit të Vlorës. Do të thotë që këtu nuk bëhet seleksionimi dhe hidhin. Dhe ajo që do thosha në fund është kemi një ndryshim të destinacionit. Janë edhe 9.8 për menaxhim të integruar për të realizuar riciklimin e mbetjeve. Kjo tani është kthyer në një fushë grumbullimit të zakonshëm, ashtu siç ka qenë në fushën e mbetjeve të qytetit të Vlorës, një fushë e thjeshtë vetëm sa për të grumbulluar. Që meqense është larguar, mund të largohesh nga qyteti i Vlorës në një pikë tjetër grumbullimi, jo në Vlorë, por në një pikë tjetër, por jo këtu. Ky është mendoj se është një gabim që duhet ndaluar dhe duhet ndërprerë. Mungesa e seleksionimit sjell një sër problematikash, rritje të volumit të mbetjeve të patrajtuara, rrezik më të madh ndotje, mungesë riciklimi dhe një jetëgjatësi më të shkurtër të landfillit. Ekspertët paralajmërojnë se nëse situata vijon e tillë, impjanti do të mbingarkohet shumë më shpejt se afatet e projektuara. Po historia është shumë e gjatë. U miratua projekti, mbas miratimit të këtij landfilli, doli që kishte rreth 7% të buxhetit të parealizuara. Më vonë, ndërkohë, doli që ishte edhe sekuestruar nga prokuroria, që të mos funksiononte. Që është zgjedhur për të funksionuar është mirë, por po bëhet gabimi. Tu tani ka një drejtori, ka 4 apo 5 specialistë, duhet ketë edhe punëtorë që të bëjnë seleksionimin. E kundërta po ndodh, e ka ndryshuar destinacionin ligjor, si hallka e fundit më e rëndësishme e menaxhimit të mbetjeve, seleksionimi dhe dekompozimi ose kompostimi i mbetjeve organike në këtu. Këto të dy procese shumë të rëndësishme nuk po realizohen. Ky është një gabim që duhet të ndërprerë. Pra, nëse do ta marrim nga viti 2021 deri në vitin 2035, fillimisht u fol për vitin deri në vitin 2045.
në plani e menaxhimit u korrigjua dhe është bërë deri në vitin 2035. Deri në 2035 është llogaritur që ka një kapacitet për të mbuluar çdo vit rreth 43.000 mbetje urbane të Vlorës, të qytetit, vetëm të qytetit. Dhe këto janë llogaritje të specialistëve, kam punuar specialist gjerman, mora vesh, domethënë media që mësuam se tu kanë ardhur dhe specialist në ambasadën gjermane, me sa kuptova, specialist të firmës, të operatorit KFV-s që ka ndërtuar këtë. Media nuk dha ndonjë informacion për problematikat, por problematikat janë ato dy kryesore që unë sapo rendita dhe duhet që të ndërpritet.